Atëherë jemi afër me trajnerin Sami Sërmaxhaj. Trajner, fillimisht tregom cilat ishin ato emocionet e para, ndjenjat e para kur u shënu golin fund nga Erleta Mehmeti. Po të drejtën, vetëm kështu është futbolli interesant, sidomos kur golat bin në momentet e fundit, normalisht që është një gëzim shumë i madh, edhe i përgëzoj vajzat për S'ka lidhje se për një moment shumë i veçantë. S'ka lidhje që dhe syza. Trajner, a e kështë nënshkru në fillim ndeshjes një fitore t'il? Tregom. Normalisht që fitoret e këtilla janë më interesante edhe për publikun. Unë e kam prit që do ta kem një kundërshtar shumë të vështirë për arsye se para 4 diteve vetëm patëm një ndeshje dhe na kanë vu në vështirësi edhe atje shumë. Mirë po, atje kemi pas këto golat me situata standarde, ndërsa këtu mendoj që në pjesë parë nuk u gjendëm ashtu siç duhet, me një gabim që nga një out i yni psum gol, mirë po në pjesë dytë mendoj që Trajner, po, edhe një pyetje në fund, a besoni realisht që kena me përfundu grupin pa humbje, domethënë gjitha fitore edhe na pret pastaj play-offi? Do të punojna shumë, mirë po mendoj që nga fillimi e kem ditë që Kroacia do të jetë ndoshta rivali jon kryesor, edhe pse Bullgaria na ka surprizuar edhe sot, po edhe në Bullgari është një ekip shumë e organizuar, me një mbrojtje shumë të gjeshëm, po pastaj edhe në fazën e sulmit ka një variabilitet që vështirë është me i lexu, prandaj edhe sot e patëm shumë të vështirë, mirë po mendoj që vajzat dhanë gjithçka nga vetja që të arrijmë fitoren, edhe për këtë i përgëzoj jashtëzakonisht shumë për grinten, për dëshirën, për punën edhe për kushtimin që kanë me vesh fanellën e Kosovës. Trajner, faleminderit edhe ty, si gazetar në emër të gazetarëve, edhe krejt tifozët Kosovës, faleminderit për këtë sukses që po arrin me vajza. Urime dhe juve, urime gjithë Kosovës edhe gjithë futbollit Kosovës. Faleminderit shumë, trajner. Ishim me trajnerin Sami Sërmaxhaj, ndërsa për pak do të kemi porojmë Erleta Mehmetin edhe Blerta Ismailin, gola shënuesit, por momentin e parë që i kemi do të rikthehemi.